ka njerëz, unë që njoh, që vinë edhe shesin me në Kosovë, kështu që mu po më pëlqen ajo që ti je integruar në një vend krejtësisht tjetër edhe prapë se prapë nuk është që e gjumë vendin tëmë poshtë. Sidomos duke mos shit mend dhe duke jep vetëm këshilla se ç'është me ecë vendi jonë përpara. Sepse unë njoh edhe kom pasur raste të tilla që ka integruar në shtetet jashtme, ka kryer magjistraturë edhe shumë sene të tjera dhe karrierën e ka përparuar shumë përpara. Vjen në Kosovë edhe thotë që vendi jam më shumë mrapa, anej knej, unë jam atje, jam integru, kom kry shkollë, pse s'po vjen atër me hep kontributin tëni, kom thonë ati person në Kosovë që ti ke integru në shtetit e jashtme. Bëne bile një kontribut të andën, jepeni diçka të andën, bëni shtetit e jashtëm që e ke marë. Është shumë e vend, po unë dua të them edhe këtë gjë dhe t'ja them të gjithë njerëzve që jetojnë në Shqipëri, Kosovë, në vendlindje. Ju jeni absolutisht fitus. Jo ne që kemi ikur. Le dali kush do në emigracion të krenohet me diploma, me doktorata, me zhë. Je i humbur. Ke humbur. Fitus jemi ne. Jeni ju që keni nejtë këtu. Unë mendoj që jemi fitus të dy palët, pavarësisht kush ka integru në shtetet të jashtme. E kisha me shqitjen e mendjes. Nuk mund shes mendun që fëmijët e mi mbasi nuk flasin shqip. Sepse lirinë edhe fitoren gjithmonë e kemi gëzuar së bashku, po mendoj se ata jashtë dhe ta në Kosovë mendoj që së bashku e kemi fituar.